4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, Ambasada Amerikane ka reaguar përmes një postimi në Facebook. Mos lejo të tjerët të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë. Është këshilla që jepet prej SBA, duke përcjell mesazhin e të drejtës për të zgjedhur, pa u ndikuar nga të tjerët dhe pa u intimiduar. Ndërkaq KQZ ka vijuar me përgatitjen e procesit të 11 majit, e po ashtu dhe në mbledhjen e votave që tashmë kanë hedhur emigrantët. Për këta të fundit, rreth 20.000 ende nuk i kanë marrë zarfet, teksa kanë kohë deri të njëjtën për t'i tërhequr dhe në datë 9 për t'i rikthyer përmes postës. Deri më tani procesi ka përfunduar në 17 shtete, ku ka pak votues. Malezia me 4 të tillë ka numrin më të lartë ku procesi ka përfunduar. Megjithatë, një pjesë e madhe e shteteve të tjera kanë ende nga 1 deri në 3 votues pa u shprehur. Megjithatë, Italia zë vendin e parë me 65.000 zarfe të kthyer nga 91 të nisur. Greqia është në vendin e dytë nga sasia, por jo krahasuar me fletët e nisura. Janë 26.000 që tashmë janë shprehur nga rreth 68.000. Gjermania është në vendin e tretë me 19.000 që kanë votuar dhe janë dhe 6.000 zarfe për të kthyer. Nga SBA kanë mbërritur 15.000 vota, ku mbeten edhe 5.000 në proces. Sa i përket qarqeve, 35.000 emigrantë në Tiranë kanë dërguar zgjedhjen e tyre e pasuar nga Fieri me 20.000. Lista përfundon me Kuksin dhe Gjirokastrën.